Ka njerëz që edhe gjatë muajit të shenjtë mallkojnë. Çfarë vlere ka agjërimi tyre në këtë rast? Dëgjoj, në lidhje me mallkimin ka disa kushte apo disa kritere. Ndofta nga një herë nga mërzitnia, nga lodhja, nga stresi, ndofta mallkojmë dikë edhe pa dashje, ndofta jo sipas njetit. Ne dim të gjithë që profeti sallallahu alaihi wasallam thotë që çdo punë dhe çdo vepër e njeriu vlerësohet sipas njetit. Por nëse një person mallkon me dashje, mallkon me një qëllim të caktuar, se di, del jashtë kontekstit fetar pastaj kjo. Nuk përputhet me kontekstin fetar, sepse muaji i Ramazanit është muaj i mëshirës, i paqes dhe i rahmetit. Allah subhanahu wa taala në këtë muaj i ka mbyllur dyert e xhehenemit dhe ka hapur dyert e xhenetit. Allah subhanahu wa taala në këtë muaj ka lidhur shejtant apo djajt, si mund ta përdorim këtë fjali, i ka lidhur me zinxhir për shkak sepse për të mos ngatruar njerëzit, pra për të mos krijuar probleme, për mos krijuar sharje, ofendime, shumë gjëra të tjera. Që bien ndesh me moralin e agjërimit. A i kap mallkimi njerëzit e tjerë apo kthehet te vet ai që mallkon? Unë nuk e di ndoshta këtë pyetje, por do ta jap atë mendimin e profetit sallallahu alaihi wasallam, thotë se keni frikë mallkimin atij personit nëse ju i keni bërë padrejtësi.